vjen ndesh me agjendën e presidentit Trump. Pra logjika e thjeshtë është që kjo është pjesë e një agjende e cila përputhet me agjendën e presidentit Trump për ndihmuar forcat konservatore në Shqipëri. Dhe për më tepër shtoj që marrëdhënia e tij me zonën Trump është një marrëdhënie permanente. Ajo që ne kemi diskutuar me zonën Lasivita është që për asnjë moment nuk do të cënonte marrëdhëniet e tij me administratën amerikane për shkak qoftë Sali Berishës apo qoftë Shqipërisë apo dhe të opozitës shqiptare. Prezenca e zonës Lasivita në njohjen e plotë të gjithë problematikës zgjedhore që ju parashtruhet është po ashtu një sinjal pozitiv raport me garancinë që duhet kërkuar për zgjedhjet lira të ndershme. Ky diskutim që unë po ju them është zhvilluar për shkak të përket zgjedhjeve edhe në Shtëpinë e Bardhë, edhe në Departamentin e Shtetit, që Shqipëria nuk ka kushte për zgjedhje lira të ndershme. Tashti, ju e dini dakord besoni, unë po them si publik, si gazetar që shoh fare, këto që po t'i them i kam fakte, po zoti Nesho e di shumë mirë, ndoshta me që jemi marrë dhe me çështje diplomatike, që çështje ndonjëherë ka pozicione dhe raporte publike, por ka dhe pozicione dhe raporte cilat janë diplomatike. Dhe unë shpresoj që do të thënë, edhe kam thënë dhe dikur në një televizion tjetër, që këtu vjedhja e zgjedhjeve nuk do të kalojë më për Edi Ramën siç ka kaluar herë tjera. Nëse ai do të tentojë, nëse ai do të tentojë. Mirë pra, ju më pyetet për një situatë të re. Dhe unë mendoj në këtë situatë të re, para detyra opozitës është garantojë zgjedhje lira ndershme me maksimumin e angazhimit të saj, të strukturave të saj etj. Në luftë kundër krimit, në luftë kundër korrupsionit, në luftë kundër blerjes së votave, në luftë me qeverinë e Edi Ramës, në luftë me maskarallikun që ekziston. Kjo është detyra jonë parsorë, sepse ne marrim pjesë në zgjedhje dhe në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar për të garantuar minimumin e zgjedhjeve. Dhe meqense Edi Rama shet si parull vetën se ka qef Europën, Europë pas zgjedhje lira ndershme nuk ka. Dhe kjo është, do të thënë, dhe unë kam bindje që Edi Rama nuk e do Europën. Për këtë jemi dakord, ka një sinjal publik nga risia që u soll që erdhi. Atëre, unë po ja them që ka... Po thyshe zero, veç kasketa. Mirë, dakord, do ketë qëndrime, unë shpresoj shpejt edhe nga Kongresi, ndoshta edhe nga administrata në raport me këtë çështje. Ata nuk do marrin pushkën, i thonë Edi Ramës, "Jore, shiko, je në gryk të pushkës ti, po do të po të ruajmë ty me pushkë." Jo, ata dinta marrin pushkën. Ne kemi parë përfaqësues amerikan, mos votoni për Saliun, doani bar, hiqni Saliun, mos votoni për Nongrada. Unë nuk besoj që do ecet në të njëjtën logjik, sepse do të thënë pozicioni që ka administrata e re, unë mendoj që Sherifi vjetër dhe i ri kur zbret qytet ditjet Harbut, kaubojs, bandit po desh. Fjala e zëvendës presidentit J.D. Vance në konferencën e sigurisë në Mini, mendoj është do të thënë shumë emblematike për sa i përket sjelljes së pushteteve autoritare. E përmendi Rumunin me emër. Rumunët e nxorën nga zgjedhja, pyetën ata. Rumuni pasi ndodhi. Ai e përmendi, edhe shqiptarët, ata e nxorën. Sepse kishte ndodhur një fakt dhe e përmendi me emër, dakord? Edhe në Gjermani kishte ndodhur një fakt. Ne pretendojmë që fakti këtu është prej 12 vjetësh i njëjti. Mirë, tash jemi në proces. Procesi të liderave ishte vetëm Shqipëria, nuk ishte në vende të tjera. Unë kam dhe unë shiko, ka pas shumë diskutime. Kush është më e rëndësishme? Unë mendoj për zotin Berisha të luftojë në Washington kundër sanksionimit, të cilën duhet ta bëj dhe do ta bëj dhe duhet ta bëjmë që të gjithë, se kam thënë për mua është sanksionuar Shqipëria, nuk është sanksionuar Berisha, se është një pjesë e historisë Shqipërisë e sanksionuar. Biles marrëdhëniet më të mira në historinë politike që ka pasur Shqipëria me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kaluar nëpërmjet zotit Berisha në vendimarrjet qoftë për hapjen e marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në antarësimin NATO e kështu me radhë, apo vizitën e presidentit Bush. Por këtë duhet ta bëj, patjetër, por fokusi është tani tek fushata elektorale. Fokusi ynë me zonën Lasivita është menaxhimi i marrëdhënieve brenda opozitës, strukturave tona dhe me qytetarët shqiptarë. Kjo është ajo që na çon, se po ecim me idenë që po i vjet Edi Rama zgjedhjet, mos ta angazhohemi se ky do ta bëj këtë, e shikojmë si do sulmojmë Edi Ramën për mos vjedhur zgjedhjet. Unë mendoj që lëm një dimension shumë të rëndësishëm brava, që është raporti me qytetarët shqiptarë. Edhe në Amerikë u tentuan të ndërtojnë raport të tillë për zgjedhjet. Mënyra më e mirë që u shmang manipulimi i zgjedhjeve në Amerikë ka qenë pjesëmarrje masive në votime. Dakord? Dhe ky ka qenë që nxori faqebardh edhe president Trump. Me këta strateg don edhe zotin Lasivita, edhe Suzy Wiles, por edhe ai që është meqense Rama e ka për qejf ta quajë atë sondazhierin e vet si sondazhierin e Trumpit, John është një nga vërtet njerëzit shumë të zotë në sondazhet, por ka punuar për Toni Fabricio. Toni Fabricio është sondazhieri dhe marrëdhënia që ne kemi me Kris Lasivitën, ky është ekipi që është, dhe
shpresoj që do të thënë kur vinë me të flasim për Shqipërinë, mos jetë vetëm një interes momental të manipulativ siç do ta bëjë Edi Rama. Edi Rama po kërkon me ngulm që ta dini ju, jo vetëm aq, po edhe në një ish këshilltar apo strateg elektoral të Trumpit. Jo, e di ku e kemi divergjen, unë mendoj. Çfarë po kërkon me ngulm Edi Rama? Që të ketë ndonjë nga këta strategët e fushatës Trumpit për të fushatën e vet. Që kanë qenë pjesë e fushatës. Ati duhet të shullazi dhe bajrat më s'ka nevojë ato i do për kota i më. Nuk i duen to për këtë punë. Unë po them, nga sa kanë gjuar unë dhe sa njoh votues të opozitës. U gëzuan kur thanë u lidhën me këta të Trumpit, jo se këta do bëjnë Saliun më të zgjuar, më të mençur dhe më të ri. Ata e din votuesit tuaj që e kanë të ri, të mençur dhe të zgjuar Saliun. Ata thanë do na ndihmoj Amerika Saliun. Dhe për këtë pjesë unë s'kam parë asnjë shenjë. Dhe këtu e mbylla që mos marrë më shumë kohë. Jo, shumë mirë edhe mua më pëlqen ajo ideja e Bushatit që me kohë duhet ta kishin nxjerrë nga zyra me karige, me shkelma këtë regjim i cili vjedh popullin e tij. Këtu je shumë racional dhe shumë i drejtë. A ke shqetësim për këtë? Unë plotësisht jap drejt, sepse shqetësimi është që dihet që autokratët që janë gjysmë diktator nuk e lëshojnë kaq shpejt pushtetin e tij dhe ky po bën të gjitha. Ajo që është e reja dhe u përmend tu edhe nga zoti Mediu edhe nga tjerët është që po livrohen me miliona dollare edhe në Washington vetëm që të hiqet nga skena Shqipëria. Edhe kjo ka filluar në të gjitha aspektet. Tani, çfarë roli ka për mendimin tim La Civitaja dhe pse ti je skeptik që e shikon vetëm te gjëra të thjeshta? Një strategji je shumë në rregull, nuk po të them për atë, po do me thëmë vetëm nga kapela se te. Prania e tij ai mund bënte zgjedhje kudo në botë, ka nevojë që një regjim